Sot është një ditë e veçantë për bebushen e adhurueshme të fenomenit shkodran Louise Ailey dhe moderatores bukuroshe Chiara Tito, sepse mbush plot 11 muaj që nga momenti që ka ardhur në jetë. Moderatorja e njohur Chiara Tito ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta uruar bebushen e saj, duke publikuar një foto ndërrimtare dhe teje të adhurueshme në profilin e saj në Instagram. Në foton e postuar nga Chiara, bebushja shfaqet e veshur me një kostum astronauti roz duke fluturuar mes rreve dhe lodrave të buta, ndërsa planeti i Tokës duket në sfond. Fotoja ka emocionuar ndjekësit e shumë të çiftit, të cilët e kanë komentuar menjëherë me fjalë të ngrohta dhe urime për të voglën. Chiara e ka shoqëruar foton e veçantë me një nënshkrim ku shkruan: "Në hapësirën e lunës, 11 muaj." Por edhe fenomeni shkodran Louise Ailey, si një baba krenar, nuk ka nguruar ta ripostoj menjëherë në profilin e tij këtë urim të veçantë, duke e ndarë me ndjekësit e tij në Instagram. Fansat e çiftit të dashur janë emocionuar nga ky moment i bukur dhe kanë mbushur postimin me komente pozitive dhe urime për bebushen e tyre. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të ëmbla urimi. Prej ditës kur Chiara dhe Louise u bën prindër, çdo moment i tyre familjar është pritur me shumë dashuri nga publiku dhe sidomos momenti kur ata festojnë muaj për muaj me bebushen e saj. Kjo foto magjike e vogëlushes, që feston 11 muajt e parë të jetës së saj, është një tjetër tregues i dashurisë dhe lumturisë që mbizotëron në familjen e tyre. Ndërkohë të gjithë presin me padurim festën e parë të ditëlindjes së bebushes, urimet për të vijojnë të vërshojnë nga miqt, familjarët dhe fansat e çiftit të dashur. Bebushja e adhurueshme duket se ka rrëmbyer zemrat e të gjithë shqiptarëve me ëmbëlsinë e saj dhe gjithçka që përcjell me fytyrën e bukur që ka. Të gjithë njerëzit nuk poreshtin së komentuari dhe së shkruari urime nga më të ndryshme dhe teje të ëmbla.